Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin e ri të Personazhit. Në këtë edicion do të flasim për çështje që kanë të bëjnë me fushën e arsimit. Këto ditë jemi dëshmitar që ka përfunduar viti shkollor, ka qenë testi i maturës dhe njëkohësisht një pjesë e mirë arsimtarëve të Ferizajt janë licencuar. Në këtë temë pra do të flasim me personazhin e këtij edicioni, zotni Preng Gashin, i cili është shef i sektorit të Inspektoratit të Arsimit në Ferizaj. Përshëndetje zoti Preng, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Ju e keni kaluar një pjesë të mirë të jetës në rolin e arsimtarit edhe në rolin e udhëheqësit në arsim. Ka qenë ky një vokacion i juaj, ka qenë një kënaqësi që keni punuar gjatë gjithë kësaj kohe në arsim, ka qenë sfidë për ju apo thjesht ka qenë një punë si çdo punë tjetër? Përshëndetje për gjithë teleshikuesit dhe mësimdhënësit. Shfrytëzoj rastin që edhe nxënësve dhe mësimdhënësve të uroj një pushim veror të këndshëm, me thonë, pas një pune të madhe që kanë bërë, e cila është një sfidë me të vërtetë edhe me u lidh me pyetjen e juve, edhe për mua gjatë tanë jetës një farë mënyre. Mësimdhënia ka qenë një kënaqësi që më ofron, po edhe një sfidë. Kënaqësi për arsye se të shtrosh një punë që është e shenjtë, me thonë, në përballje me nxënësit, edhe të dash një kontribut që e shef që në të ardhmen, me thonë, ka me u vytë njerëzve, se një farë mënyre misioni mësimdhënësit është që të zhvilloj shkatësit për jetën e përditshme për gjithë nxënësve dhe ky është misioni më i madh dhe vizioni që tentojmë me arrit. Mirë po edhe sfidë, sa është përgjegjësi shumë e madhe. Kemi të bëjmë me njerëz, me të ardhmen e tyre dhe kjo gjithëherë është një sfidë edhe për mësimdhënësit tash po edhe në të kaluarën. Me këto dy brenga një farë mënyrë dhe me këtë kënaqësi gjithëherë kam hecë edhe unë gjatë jetës deri këtu. Ju e udhëheqni sektorin që quhet sektori i Inspektoratit të Arsimit, këtu në Ferizaj, i cili përfshin Mesadije dhe komuna të tjera. Cili në fakt është roli i këtij sektori të inspektoratit? Ministria e Arsimit është organizuar në departamente dhe departamenti i inspeksionit i ka 7 sektorë në 7 regionet kryesore në Kosovë. Kjo për arsyeën e thjeshtë për shkak se një farë mënyrë inspektorët janë ata dora e zgjatën e ministrisë, e cila mrinte shkolla mas lehti dhe mas shpejti dhe duhet jetë gjithëherë nëpër shkolla. Dhe për të qenë më afër shkollave është organizuar në aspektin territorial dhe kështu në sektorin tonë janë përfshim 6 komuna: komuna e Lipjanit, e Shtimës, Ferizajt, Shtërpës, Selezanit dhe Kaçanikut. Një territor mjaft i gjerë. Për nga shtrirja dhe për nga numri nxënësve dhe shkollave mësimdhënësve jemi rajoni i dytë mas Prishtinës në Kosovë. Është e mundur të përfshihen gjithë ato shkolla dhe gjithë ato ata nxënës, ata mësimdhënës? Sikur të kishim pas një staf me një përfshirje më të madhe, në sektorin tonë tani jemi vetëm 5 vetë. Edhe kemi të bëjmë me mbi 60.000 nxënës, kemi të bëjmë me mbi 110 institucione, shkolla amë dhe private dhe publike që i mbulojmë, edhe mbi dikon 4.500 punëtorë arsimore dhe punëtorë teknike dhe staf që punojnë të shkolla. Me të vërtetë është pak, po mundohemi të japim ata që është e mundshme në këto rrethana. Nuk e shpjeguam rolin e Inspektoratit të Arsimit. Dikur kishte inspektor të arsimit, kishte këshilltar të arsimit, duket që tash ju i kryeni të dyja rolet, edhe rolin e inspektimit, edhe rolin e këshilldhënies. Sikur është hibridizuar, me thënë, kjo punë. Përpara kanë ekzistuar këshilltar pedagogjik, cilët kanë bërë një raport edhe nëse ka qenë nevojshme për me marrë një masë, është dashtën që proces verbalin të dërgojnë të inspektorit dhe inspektorit marrë masë. Kjo një farë mënyrë vetëm është shkurtu, edhe tani inspektorët janë edhe këshilldhënës, edhe mund sankcionojnë nëse është e nevojshme, propozojnë masa të ndryshme apo të ndërmarrin masa, të kërkojnë me rekomandime të ndryshme që përmirësohen
eventuale shimet ndryshme që mund ndodhin gjatë punës që bëjnë shkollat në përgjithësi. Fushëveprimtaria e inspeksionit nuk është e kufizuar dhe çdo gjë që ndodh në farë mënyre në institucionet arsimore është në kuadër të aktiviteteve që bën inspeksioni. Ndoshta me thonë në shkurt kjo kishte më qenë ajo që e kryen. Inspektorati kujdeset për mbarvajtjen edhe që ta ketë një farë lloj pasqyre, një farë lloj kontrolli të zhvillimeve në fushën e arsimit. Por në anën tjetër edhe drejtoria komunale e arsimit pak a shumë bën të njëjtën gjë. Edhe ajo udhëheq, menaxhon, mbikëqyr, kontrollon, ndihmon, këshillon mbarvajtjen e procesit mësimor. Ku bashkoheni dhe ku ndaheni me drejtorinë komunale të arsimit? Politikat janë të përcaktuara në atë mënyrë që drejtoritë komunale janë punëdhënës. Edhe ata gjithsesi se janë kujdesshëm që të përcjellin punën e atyre të cilët janë punësu të tyre. Dhe janë të obliguar në farë mënyre që të sigurojnë kushte për mbarvajtjen e procesit mësimor. Pjesa pedagogjike është ajo e cila e mbulon sektorin e inspeksionit dhe çdo gjë që ka të bëjë me kushtet, por jo në krijimin e kushtet, por mbikëqyrjen e zbatimit, me thonë të se sa janë plotësuar kushtet, në çfarë rrethana punon sistemi arsimor në përgjithësi. Vitet e para pas luftës ka funksionuar zyra rajonale e arsimit në kuadër të ministrisë, apo kështu është quajtur zyrë rajonale. Ka ndryshuar ky rol apo ka ndryshuar vetëm emërtimi i asaj zyrës? Prej janarit 2008 në kuadër të zyrës rajonale të arsimit, nëse muj me qujt, ashtu ka ekzistuar emërtimi deri atëherë dhe ala dhe më të tje në ligj ka qenë i tillë, në ligjin për inspeksion bile edhe më të tje është se nuk është ndrru ligji për inspeksionin tanë, është në fazën e ndryshimeve që duhet bëhen edhe në ligjin e inspeksionit. Në kuadër të asaj zyre kanë ekzistuar disa punëtorë të cilët kanë qenë specializuar për fusha të caktuara. Kurse tani i tërë stafi i zyrës rajonale është shndruar në sektor të inspeksionit dhe nuk mbulon fusha tjera, me thonën, të aktiviteteve që ndodhin në Ministrinë e Arsimit. Në ditët e para dhe në vitin e parë të ekzistimit të kësaj zyres së arsimit në kuadër të ministrisë, ka pas kuadro këtu në komunë të cilat e kanë parë këtë si një lloj paralelizmi të pushtetit. Edhe një kohë bile ka pas edhe rezistenca, thoshin pse ka nevojë të ketë një drejtori komunale të arsimit dhe të ketë një zyrë të arsimit nga ana e ministrisë. Pse ka nevojë për një dyfishim pushteti? Kjo duket që është tejkaluar me kohë apo jo? Çdo fillim i ka vështirësitë e veta dhe keqkuptimet, ndoshta ka njëherë perceptimin se kush çka me do të punon. Sigurisht se në fillim mund të ekzistojnë këto keqkuptime, po me kohën janë tejkaluar dhe besoj se jo vetëm tejkaluar, po tani më asnjë paragjykim lidhje me ato probleme, se janë të specifikuar fushëveprimtaria e drejtorive të arsimit, por hartuesi politikave të përgjithshme në fushën arsimore është Ministria e Arsimit. Edhe Ministria e Arsimit është edhe me ligj e përcaktuar që të bëjë inspektimin në fushën e arsimit edhe të mbikëqyr punën që ndodh, se nëse është ajo hartues e politikave, duhet jetë edhe ajo, do të ketë mekanizëm në realitet kontrolli se çka po ndodh në institucionet arsimore dhe si po zbatohen ato politika për cilat ajo është përgjegjëse, se i hartar ajo bën ligjet, udhëzimet administrative, përcakton rregulla dhe ligjet të tëtë, po njëkohësisht edhe harton kurrikulin që duhet zbatohet në për shkollat e Kosovës, edhe për atë arsye duhet të ketë një mekanizëm kontrollit edhe në farë mënyrë inspeksioni është ai i cili e mbulon këtë fushë edhe pa ndërprerje në farë mënyrë jemi të autorizuar që të bëjmë raporte për ministrinë dhe të japim rekomandime aty këto për ndryshime të cilat eventualisht mendojmë se duhet të ndodhen në fushën e arsimit. Edhe sa po zbatohen këto politika ose kurrikula apo gjithçka që është e nevojshme në fushën e arsimit. Kush merr masa në qoftë se në një shkollë hetohen defekte, qoftë në menaxhim, qoftë në
mësimdhënie, qoftë në mbarvajtjen e mësimit? Është drejtoria komunale apo jeni ju? Ka fusha në cilat masat mund të merr drejt për drejt edhe drejtoria komunale. Në zbatimin e orarit punës, në lëshimet ndryshme eventuale në orar, në mungesa në mos punë praktike cilat kanë bëjnë, me thonë, me personelin edhe me menaxhimin e shkollave. Por në cilësinë e procesit mësimor dhe në lëshimet ligjore cilat ndodhin, ne zakonisht në shkeljet e para kur jetojmë, japim rekomandime, cilat si punëdhës drejtoria komunale është e obliguar në një farë mënyrë të zbatoj ato rekomandime tona dhe të evitoj bashkë me drejtoritë e shkollave lëshimet eventuale që gjenden nëpër shkolla. Ka përfunduar të themi pjesa aktive e vitit shkollor, pjesa e vijimit të nxënësve. Nga këndvështrimi juaj, si ka qenë ky vit shkollor, çfarë ka karakterizuar atë? E thamë edhe në fillim se procesi mësimor është një sfidë që asnjëherë nuk mund të jemi të kënaqur se jemi në nivelin e detyrave dhe obligimeve që kemi si përgjegjësi, me thonë, përpara nxënësve dhe prindve tonë për të cilët ne jemi në shërbim. Sigurisht se është bërë një punë e madhe, mirë po arsimi është një fushë shumë e madhe, në cilën janë përfshim shumë mësimdhënës, shumë punëtor, po njëkohësisht është e përfshim edhe 1/4 e popullatës përgjithshme në Kosovë, për shkak se ne kemi një popullat të re, edhe është pjesa më dinamike e shoqërisë tonë. Sigurisht mësimdhënësit, numri më i madh i tyre kanë bërë një punë shumë dëshme dhe duhet me falenderoj për punën që po bëjnë, edhe shpesh herë në rrethana të vështira. Për shkak se edhe përkundër asaj që ne po krijojmë kushte hapësinore, ne nuk po ofrojmë mundësi që të kemi mësim kabinetek apo mjetet konkretizimit të nivelit cilin e kërkon koha sot që të përballen edhe mësimdhënësit dhe nxënësit me të arriturat e tanishme shkencore dhe metodike dhe didaktike që janë në fushën e arsimit në vendet që kanë një arritje më të lartë ekonomike, kisha me thonë se jo vetëm shkatësi arsimore. Mendoj që nuk jemi pa rezultate, mirë po nuk mund të jemi të kënaqur edhe nuk duhet të jemi të kënaqur asnjëherë, duhet bëjmë përpjekje që të ndryshojmë me kohën, sepse arsimi është një sfidë me të cilën po përballemi dhe gjithherë ndoshta mësimdhënësit janë pak mbrapa kohës që po na ofron edhe dinamizmit që po na shtyn me ndryshue për mu përballen me procesin e mësimdhënies. Nxënësit tonë janë ata të cilët i hetojnë ndoshta më shpejt ndryshimet shoqërore dhe ato i reflektojnë te shkolla. Edhe ne si mësimdhënës ndoshta nganjëherë ruajmë në mënyrë konservative ato metodat e punës me të cilat jemi përballë dhe nuk ndryshojmë në aspektin psikologjik, me nevoja që duhet të ndryshojmë për mu përballë me probleme që na ofrohen, me thënë, edhe nga ambienti që na rrethon, po edhe nga shkolla që është tepër dinamike me kohën që po ndryshon. Jemi dëshmitar të përparimeve të thella teknologjike që kanë ndodhur gjatë viteve edhe dekadave të fundit. Sa është shkolla e Ferizajt edhe Kosovës, se po supozoj që nuk ka farë ndryshimesh rrënjësore në mes të shkollave të komunës ose të rajonit Ferizajt edhe të rajoneve të tjera të Kosovës. Sa është shkolla pak a shumë në trend me zhvillime teknologjike dhe në këtë kuptim sa është ajo joshse për nxënësit? A janë nxënësit shumë më të avancuar në kuptimin që ata mësojnë të përdorin kompjuterin në shtëpitë e tyre largë më shumë se sa që ofron shkolla, ose sa që ofron lënda e informatikës, ose se sa ofron shkolla mundësi që të punohet me kompjuter? Thuja, shumica e shkollave tona kanë kabinetet informatikës, edhe një pjesë të aktiviteteve të tyne, sidomos në landën e informatikës, mund të punojnë edhe praktikisht, me thonë, ato shkatësi, me thonë, të ushtrojnë edhe në shkollë.
Sa i përket mësimdhansve, shumica e mësimdhansve të ri, edhe ata janë në trend me kohën, kisha me thonë këtë kuptim edhe e njohin shkasit elementare në kompjuter për cilat janë nevojshme me thonën. Mirë po, edhe Ministria ka ba një punë mjaft madhe në këtë drejtim, ka ofru programe përmes Bankës Botërore të ECDL-s dhe një numër mjaft i madhe mësimdhansve është i përfshim edhe në këtë trajnim. Ka një numër mësimdhansve të vjetër cilët nështë ajo me shkasit mjaftueshme përdorin kompjuterin për përcjell ndryshimet e reja, me thonë fushën edhe të shkencës edhe të arsimit. Mirë po, nuk është nështë shumë numër i madh i atyre mësimdhansve që nuk i kanë ato shkasi elementare që ofrojnë mundësia. Mirë po, unë e kisha be orientu nështë theksin tjetër kunë. Përpara ne kemi pasën një dritare me cilën jemi njoftuar dhe shka na ka ofru televizioni dhe shtypin dhe shta. E kemi pa botën. Tani, interneti na ka prun mundësin që na të shofim mrena ditës gjitha ndryshimet që po ndodhin në botë. Po në këtë kuptim, me që ju jeni në rolin e ekspertit të arsimit, në fakt, desha një konstatim për jush, më shumë nxënësi merr dije informatike në shkollë apo në shtëpi. A mos shkolla ka mbetur vend ku aty mund të përvetësojnë një sasi njohurish elementare vetëm ata fëmijë të cilët ata fëmijë edhe të rinj të cilët nuk kanë kompjuter në shtëpitë e tyre? Mund t'jetë deri diku me thonë ky konstatimi juve i përcaktuar për një numër edhe të mësimdhansve dhe të nxënësve. Mirë po, Ministria e Arsimit përmes shoqatave të ndryshme ndërkombëtare pas luftës është bërë një punë e madhe në fushën e metodologjive të reja të mësimdhënies, edhe është ndryshuar çështja filozofike e punës, me thonë mësimdhansve në drejtim me nxënës. Përpara është menduar që mësimdhënësi është ai burimi i cili duhet të jep informata për nxënës. Tani gjithëherë ma tepër orientohet sipas filozofisë me nxënësin në qendër, që nxënësi duhet të aktivizohet edhe të jep kontribut me thonë në procesin e mësimdhënies, dhe gjithëherë ma tepër informata që merren prej burimeve të ndryshme ka mundësi edhe të shkëmbehen edhe në klasë, po edhe në raporte shoqërore. Por që nxënësi të jetë në qendër duhet të ketë edhe mjete teknike, të cilat ai mund t'i përdorë dhe do duhet t'i përdorë gjatë orës. Unë në mënyrë që ta zbërthej mësimin. E thash edhe më përpara se sa i përket mjeteve të konkretizimit nuk mund të lavdohemi shumë, se kemi teknikën informative, nëse mujmë me thonë, domethënë kemi në shumicën e shkollave kompjuter, por mungojnë kabinetet kimisë, fizikës, të biologjisë, shkencave gjusore, shkencave shoqërore. Nuk kemi të pajisur me mjetet konkretizimit sa është e nevojshme me thonë këto rrethana në cilat po zhvillohet procesi mësimor dhe për me pas një cilësi të mësimdhënies nivel pak më të lartë. E përmendët cilësinë e mësimdhënies, unë po i shtoj edhe cilësinë e mësimdhënies, sepse këto të dyja janë në fakt një proces i pashkëputur. Ju keni bërë vizita në për shkollat e komunës edhe të rajonit edhe gjatë këtij viti shkollor. Cilat kanë qenë gjetjet kryesore, cilat kanë qenë karakteristikat kryesore që ju i keni evidencuar edhe i keni spikatur në mënyrë pak a shumë të veçantë? Çka mund të thuhet për nivelin, për cilësinë e mësimdhënies edhe të mësimdhënies, duke marrë parasysh rrethanat në të cilat zhvillohet sot arsimi në këtë rajon? Shpesh herë keni marrë ndonjë masë ndëshkimore, keni bërë ndonjë vrejtje, keni larguar ndonjë mësimdhënës nga procesi mësimor? Me thonë drejtën, ne deri në 2008 nuk kemi funksionuar sikur inspekcion, pastaj ka pas një shkputje të madhe prej entit që ka qenë përpara dhe ka mbikëqyr. Kanë pas kaluar më tepër se 15 vite që nuk është bërë monitorim i orës mësimore, asaj çka po ndodh në klasë. Kemi bërë inspektime të cilat kanë qenë karakterit administrativ
Dhe ato nuk na kanë dhënë në pasqyrë të qartë se çka po ndodh me të vërtetë në procesin mësimor. Që 4 vite me kapacitetet që kena, kuptohet, kemi një numër shumë të vogël të inspektarëve. Kemi filluar Se keni numër të vogël nuk po ju lejojnë të keni më shumë? Po sikur gjitha institucionet buxhetore dhe Ministria ka kufizibet në punësim dhe nuk mund të punësojmë si në realitet staf, ma tepër. Dhe kjo Edhe pse nevojat janë më të mëdha shumë apo jo? Për të dhënë kontributin e nevojshëm që duhet si sektori inspeksionit, spaku të ishdashtën 3-14 inspektar me pas razioni jonë dhe për me qenë deri dikun të kënaqur me punën që po e bajnë. Ndërsa i keni? Vetëm 5. Më thonë duhet gati 3 fishi ty ne. Mendoni që ne edhe në trendet bashkëkohore, për shembull një inspektar mund të bëjë mbikëqyrjen e punës gjatë tërë vitit me 70 mësimdhënës. Hajde, nëse e bëjmë pak më formale këtë punë dhe mund ta përshpejtojmë. Mirë po, kur ki 3500 mësimdhënës në një rajon me 5 inspektar, shifet se është vështirë me arrit, ndoshta edhe për një 10 vjeçar për me shku për çdo në orë një mësimdhënës. Megjithatë, një farë lloj pasqyre e keni formuar. Gjithsesi, unë e thash edhe në fillim që një numër i mësimdhënësve bëjnë punë shumë të mirë. Edhe me të vërtetë, ndoshta edhe ne ka një herë për mlefit edhe e thomi se ka probleme të mëdha dhe nuk ka, me thonë ndoshta për parim, po me të vërtetë kur shkon në klasë shef, ndoshta ka një herë edhe ekstreme. Prej mësimdhënësve shumë të mirë që me përkushtim jashtëzakonisht të mirë dhe të madhe bëjnë punën me nxënës. Edhe shpeshherë nihet, me thonë prej opinionit se në arsim është dëgjon katastrofë, dëgjon është edhe lloj ndoshta edhe ofendime që ju bën punëtorëve të arsimit. Unë mendoj që ofendohen mësimdhënës me të vërtetë, mësimdhënës të cilët me përkushtim shumë të madh e bëjnë këtë punë. Po ka gjithëherë një numër i mësimdhënësve të cilët ose janë të dëshpëruar në një farë mënyrë që s'kan drejt, se nxënësit nuk janë fajtor për asgjë që ndodh në shoqëni, e tyre është koha tani edhe tani ata janë përballen me të ardhmen e tyre, jo vetëm me të tashmen, edhe mësimdhënësit duhet të jenë në nivel detyrës që e bajnë. Ne, kur janë pyetje sanksionet, në fillim kryesisht kemi shkuar në atë funksionin këshilldhënës, në farë mënyrë që të mos e shndrojmë inspeksionin si një diçka që krijon, me thonë, shqetësim në shkolla. Tu mendua se ka kaluar një kohë e gjatë dhe shkollat nuk janë mbikëqyrë në aspektin e cilësisë mësimdhënies. Edhe ka qenë një shkputje e madhe prej punës që ka bërë enti, po edhe prej filozofisë punës që ka bërë enti me inspeksionin. Kemi dhënë edhe rekomandime, ka pasur raste kur si pasojë atyre rekomandimeve mësimdhënësve nuk i është vazhdu kontrata, jo largime drejt për drejta, por ka pasur thjesht ndërgjegje prej DK-ve që atyre mësimdhënësve nuk i është vazhdu kontrata e punës. Kemi edhe raste që kemi sankcionuar, kemi 1-2 raste që kemi në gjykatë, po janë raste tepër të rralla në krahasim me nevojat ndoshta ka një herë se disiplinimi nuk arrihet vetëm me këshilla, po pushteti duhet të ketë edhe në farë mënyrë edhe dorën tjetër, që të provoj që aty ku janë lëshimet, krahas lëshimeve dhe masat, ndëshkuese në farë mënyrë të jenë të prezente edhe në shkolla dhe në institucione. Këto ditë patëm testin e maturës, në fakt përfundimin e pjesës së parë të testit të maturës, sepse është edhe një afat në fund të gushtit edhe në shtator, me sa di. Rezultati edhe në Ferizaj doli dukshëm më i mirë se viteve të kaluara. Çfarë ndodhi që pati një kërcim mjaft madh kualitativ? Viteve të kaluara, kalueshmëria ishte nën 50%, si vjet është 73.4% nëse nuk gaboj, rreth 74%. Domethënë rreth 15%, rreth 20% është më mirë se viteve të kaluara. Nëse
më lejohet për hir të opinionit, nështë unë do t'jap një mendim cili nështë nuk tingëllon mirë. Por unë nuk jam I kënaqur me këtë rezultat. Kisha me qenën tepër I lumtur, sukur ky rezultat t'ishte me të vërtetë prodhimi një punës konkrete me thonë edhe të arriturave që I kanë nxënësit e tonë. Ju thoni që ky rezultat nuk është real? Ministria e Arsimit në lidhje me testin e maturës çdo gjë po e bën mirë deri te klasa. Deri aty kur vjen në pyetje administrimi I testit. Dhe këtu ndoshta kemi vështirësi më të mëdha. Testi I maturës nuk po administrohet për administruesve në mënyrën e duhur. Dhe këtu po vjen shprehje, ndoshta ajo që tham fillim se proceset teknike teknologjike po ecin përpara neve. Kemi dhëna dhe opinioni është I njoftuar me ato se në momentin kur ka filluar procesi I testimit në përshkollat në tërë Kosovën, pas pak minuta ka filluar edhe testi dal në Facebook edhe në për faqet ndryshme elektronike. Kështu që edhe ndërhyrjet kanë qenë të menjëhershme, me thonë edhe informatat kanë qenë të menjëhershme. Komunikimi përmes internetit, përmes telefonit, përmes formave tjera. Ne për të pengu këta kemi provuar që edhe t'i kontrollojmë nxënësat hyrjes, edhe kemi pas kritika për drejtat e tyre, për mos po e cenojmë çka dijone. Dhe ky rezultat unë na lën me thonën unë po flas në cilësinë e një punëtori të arsimit, mos me thonë është një ekspertit që merret gjatë me thonë me studimin e rrethonave që ndodhen në procesin mësimor dhe të na dhe në përbot. Shikoni për me argumentu këta, po ju tham se në shtetet ku ka një administrim të mirëfill testit, lëvizjet sukses mund t'jenë për një 2-3%, edhe ata janë të kënaqur. Proceset në sistemin arsimor edhe arritjet në fushën e arsimit nuk mund t'jenë procese revolucionare, që ne të kemi ndryshime tilla me thonën kvalitative që t'i shohim për mbrëmja një vitit për 15 edhe 20%. Këtu ose duhet shikue pyetjet cilat kanë qenë parashtrume para nxënësve se çfarë niveli kanë qenë, apo duhet të shifet se si ka qenë në administrimi I testit, këtu dikon në mes me thonën ka problemet cilat kanë diktuar që të kemi një rezultat kaq ndryshëm prej një viti mësimor, për shkak se nxënësi si tërësi, për me dhënë rezultate në testin e maturës që është si dhe fjala e maturë të thotë pjekunis, është fryt I punës jo vetëm që bëhet vitin e fundit, po I punës 12 vjeçare që bëhet me fëmijë. Kisha me thonë, pe klasës parë, fëmiu përgatitet për testin e maturës. Për atë arsye në farë mënyre nuk mund të jemi plotësisht kënaqur, po sigurisht se edhe ajo që po ofrohet një standard më I mirë, hapësinor dhe një punë e madhe që po bëhet në ngritjen profesionale të mësimdhansve, mund t'jetë që ka dhënë rezultate, po deri në këtë shkallë në dyshoj. Cili është roli I inspektoratit tuaj në këtë testin e maturës? Keni farë rolin në menaxhimin, mbikëqyrjen apo thjesht në ofrimin e ndihmës? Gjithë inspektorët ne jemi komisionerat ditë, edhe administrojmë një qendër të testimit. Por nuk e keni pasqyrën e plotë se çfarë ndodh në gjithë rajonin? Jo, nuk kemi mundësi, se secila qendër e ka komisionerin e vetë dhe atë janë përfaqësues të dërguar prej ministrisë. Në aspektin e mbulimit me njerëz, kur nuk ka qenë më I mbulum testi maturës. Ministria po financon shumë për me pas në sukses në testin e maturës. Po punon shumë gjatë për me ka pas organizuar edhe një konferencë ndërkombëtare me karakter ndërkombëtar 2 ditore ku është biseduar për organizimin e testit maturës. Ne kemi ofruar
që të kemi një komisioner për një qendër testimit. Në realitet, masanenat kemi një përfaqësues të universitetit për një qendër testimit, të kemi administrues për një numër mesatarisht 3-14 nxënës, dhe ishtë dashtër që mos ketë fare vështërsitë në menaxhimin e testit maturës. Mirë po sikur vetë dijat e na, nuk është nivel edhe të mësimdhënës ka një, kisha me thënë, për shpirtni, thue se ne po bëjmë një diskriminim nëse e ushtrojmë administrimin me masa, mos me qëtë rigoroze, po të rregulltat cilat duhet me administru testin. Ne duhet të ofrojmë kushtet barabarta gjithë nxënësve. Edhe ajo që është ma problematike, mos me thonë shqetësuese në këtë rast është, se ne po kemi rezultate nxënës të dop. Edhe sado që ne dëshirojmë që ta kamuflojmë këta nxënës dhe mësimdhënës, gjithë i njohin nxënës e vet, edhe njihen si shoqëni edhe puna në arsim nuk është punë e cila mundet të kamuflohet, maskohet. Ajo është krejt publike dhe i gjithë rrethi shoqëror është i njoftën me ata që ndodh. A do me thënë kjo që në test dalin më mirë ata që janë më të shkathët për të manipuluar, për të kopjuar, për të marrë informacionin në forma jo të rregullta? Kisha me thonën për i përvojës fatkeqësisht se kjo po mvaret prej administruesit, se nëse ti je administrues me një vend aty kanë me kalu ma keqe, ku jam unë kanë me kalu ma mirë, kjo nuk është dashtën me ndodh. Ne duhet të ofrojmë shansat barabarta të nxënësve, që ata barabarsisht matin njohuritë e tyre, sepse nuk po jemi bëllë vetëdijshëm sa është i vlefshëm testi maturës. Nxënësit për më regjistrue në fakultet, gjatë shkollimit para prak, u mundësohet të marrin 15 dhe 20 pikë varësisht prej a janë 3 vjeçare se a janë 4 vjeçare, maksimumi është 20% pikëve për regjistrim. Testi maturës u ofron 50% pikëve të regjistrimit në institucionet e larta arsimore. Dhe kjo një farë mënyrë krijon një padrejtësi se dikush është munduar 12 vjetë dhe ka dalën që për shkak solidaritetit edhe të nxënësve, se këto nuk janë ata që po e bojnë shimin vetëm mësimdhënës ose vetëm gjithë, po mësimdhënës, ata administrues janë ma përgjegjësit. Përndryshe edhe nxënës ka një solidaritet madh mes vetë dhe nuk ngurrojnë fare që të ndihmojnë edhe dobëve dhe të gjithëve. Dhe këtë mënyrë, një farë mënyre, na krijon një pasqyrë jo krejt reale. Është afër reales, po jo krejt reale. Është koha të bëjmë një shkputje të vogël sa për transmetuar disa reklama dhe kthehemi pas pak. Vazhdojmë të nderuar teleshikues pjesën e dytë të emisionit Personazh, po flasim për mbarvajtjen e vitit shkollor, pjesa aktive cilit sapo përfundoi me zotni Prengashin, shef i sektorit të Inspektoratit të Arsimit në Ferizaj. Po flisnim për çështjen e testit të maturës. Nga këndvështrimi juaj, çka mund të bëhet në mënyrë që ky test të organizohet më mirë, të menaxhohet më mirë dhe të jap rezultate sa më reale, sepse po supozoj që rezultati real është më i dobishëm, shumë më i dobishëm se sa një rezultat, themi, i stisur, një rezultat jo real, një rezultat i fryrë, ose një rezultat i siguruar në mënyrë jo të rregullt. Kur gjatë bëjnë tjetër për pas shfrytëzojmë edhe na teknologjinë, që shpo e shfrytëzojnë nxënësit. Do të thotë, ka ardhur koha që testi maturës shkoj përmes kompjuterit. Edhe secili nxënës të ketë kompjuterin e vet, edhe përgjigjet të vinë përmes kompjuterit, edhe përgjigjet tipen edhe zgjidhjat bëhet e detyra përmes kompjuterit. Pse thoni që përmes kompjuterit nuk ka mundësi të kopjohet, po aty dërgon dikush email shpejt e shpejt, një përgjigje të gatshme. Ka zgjidhje teknike, këta që kanë shkuar në CDL e di se vjen pyetja dhe ka kohën sa rremës. Dhe nuk t'jep mundësi që ti me bë zgjidhjen atë për atë. Edhe nëse nuk i përgjigjesh ajo heq shkon, atëherë vjen tjetra dhe kështu që ka atëherë zgjidhje teknike. Nëse
ka, me thonë, mundësi po. Tash për tash, se jo që nuk ka pas vullnet ministria me e ba këtë punë, po tash për tash kushtet teknike dhe teknologjike dhe materiale nuk na kanë ofru mundësi me e ba ata. Kemi vështërsi që të sigurojmë internet, cilësisë çfarë duhet për shkollat në ditën e testit maturës. Se mendoni kur 500-600 kompjuter janë të lidhur në një sistem, duhet të jetë një fuqi e madhe e internetit me absorbue. Nuk jam profesionist e asaj lajmie, po janë vështërsi me thonë teknike, teknologjike, të cilat duhet me i te kalu, sa jam i njoftuar në Ministria planifikon që dikun vitin 2015, përmes disa projekteve me ndërkombëtar, me realizue edhe këtë formë të testimit dhe besoj që njëherë për gjithmonë një farë mirë do ta kalojmë edhe vështërsinë e administrimit testit. Se vështërsitë tjera të bindën që janë të kaluara. Kështu si është aktualisht? Ja vlen që ta kemi këtë test maturës apo dikush thotë që është më mirë ndoshta të mos e kemi fare? Unë mendoj që duhet të ekzistojë, nuk jam i nivelit me thonë skeptik që të thamë se nuk ja vlen fare. Të ke fundit matën një urice edhe nëse i matën një urice klasë, aty kemi një perceptim se shka pëndodhë. Po tani është çështja, apo i masin vërtet një urit apo jo? Po mos se pas dalin ju vetë thatë që po dalin nxënësit e dobët, cilët po tregojnë një uri shumë më të mëdha se sa nxënësit e shkëlqyeshëm që janë përpjekur 12 vjet dhe nuk kanë treguar rezultate. Edhe në këto kushte ka me thënën prap matje. Kjo na bën për shembull me marrë rastin e shkollave profesionale me gjimnazet, edhe gjithherë gjimnazet janë shumë përpara me rezultat, që shumë me thënë e rregullt kjo punë për shkak të cilësisë mësimdhansve, kualitetit në realitet programeve që ushtrohen edhe cilësisë të nxënësve që na vijnë. Përbërja e tyre nxënësve shumë ma e angazhume për me arrit rezultate dhe arrin edhe në test. Kurse dhe shkollat profesionale kemi gjithëherë një ramje dhe është kjo që si mas. Mirë po duhet me ndryshu me të vërtet në mënyrën e organizimit, aty pajtohen që duhet bëjnë diçka. Une në këto rrethana, po besoj që kanë me ndryshu, kisha mendu që nështë mos t'ja japim karakterin edhe fuqin që e ka testi maturës. Në këtë rast 50% nështë të mvarët regjistrimi i nxënësve në shkollë të lartë, e vetëm 20% ajo që ka bërë deri tash. Nështë këtu ka mundësi të modelet se çfarë më marrë relevante për regjistrim. Për ndryshe, testi gjithsesi edhe duhet të organizohet, po edhe të avancoj puna në organizimin e testit. Flasim pak për licencimin e mësimdhënësve. Në këtë pjesën e dytë të këtij viti shkollor kemi qenë dëshmitar se një numër i konsiderueshëm, ndoshta edhe të gjithë mësimdhënësit Ferizajas tashmë janë licencuar. Si ka rrjedhur ky proces edhe çfarë përfitojnë mësimdhënësit nga licencimi? Procesi i licencimit është një prej fushëve veprimtarive edhe politikave arsimore, një ndërmarrje shumë e madhe që ka marrë Ministria e Arsimit, edhe sipas mendimit tem një prej pjesëve të reformës shumë të nevojshme, për shkak se ban një klasifikim me thonën mes performancës së mësimdhënësve në fushën e arsimit. Kjo punë ka filluar para disa viteve, por në mënyrë konkrete përpara një viti kemi filluar grumbullimin e dosjeve të mësimdhënësve dhe futjen në sistem të gjitha dhënave të mësimdhënësve dhe tash kemi një databazë për gjithë mësimdhënës që kanë bërë kërkesë për licencim në Ministrinë e Arsimit. Nuk kemi pranuar dokumente prej mësimdhënësve, sidomos në pjesën e dytë kisha me thënë se në fillim kemi pranuar për gjithë mësimdhënësve, pa marrë parasysh se janë të kualifikuar, ma nuk janë të kualifikuar. Pastaj kemi pas një instruksion se Ministria nuk do të lëshojë licencat përkohshme në fazën e parë dhe nuk kemi pranuar dokumentet mësimdhënësve të cilët nuk i plotësojnë kushtet për licencim. Deri tani ne kemi pranuar
ofër 3100 palë dokumenta apo dosje dokumenteve të mësimdhënësve të cilat i kemi barë në sistem dhe kemi shpërndaje dikun ofër 2600-700 licenca, se nuk është numri, është variruese dhe nuk është i saktë për neve. Kemi një numër të mësimdhënësve që kanë apliku dhe nuk i marrin licencat, sepse licencat të karrierës nuk u takojnë mësimdhënësve që janë fillestar, edhe nuk u takojnë mësimdhënësve që nuk punojnë në profesionin e tyre, nuk u takojnë mësimdhënësve që janë prej disa kolegjeve private që kanë qenë të pa licencume dhe të pa akreditume, kështu që ka disa është një numër i mësimdhënësve të cilët ende nuk i kanë marrë dhe besoj që kjo deri me shtator gjithë ata të cilët e meritojnë licencën e mësimdhënësit karrierës do t'i marrin, ata që nuk i marrin licencat e karrierës do të thotë duhet i nënshtrohen konkursit publik dhe të shifet se a ka kuadër tjetër që i plotëson kushtet më mirë për mësimdhënin. Grada mësimdhënës i karrierës, duket që ka qenë grada më e shpeshtë me sa jam në dieni. Shumica e mësimdhënësve e kanë marrë këtë gradë, edhe pse kanë përvojën ndoshta 30 vjeçare në arsim. Pse ka ndodhur kështu? Procesi i licencimit është një proces që ka fillu edhe që duhet të avancohet. Gradimet janë 5 grada që mund të marrin licenca. Mund të marrin licencë përkohshme, licencë të karrierës, licencë mësimdhënësit avancuar, licencë mësimdhënësit mentor, edhe mësimdhënës i merituar. Domethënë grada më e lartë është mësimdhënës i merituar. Për me avancu numër më të arsimtarëve që e kanë marrë këtë gradën e mësimdhënësit merituar? Jo, asnjë në Kosovë Ministria nuk lëshon ato grada për pa e bërë vlerësimin e performancës së mësimdhënësit. Mësimdhënës janë disa kritere. Është thënë që licenca jepet pasi të jetë vlerësuar performanca, apo ja? Licencat e karrierës jemi të i dhënën pa vlerësim të performancës, po vetëm bazë dokumentacionit që na siguron neve se ajo është i kvalifikuar për London, për me qenë mësimdhënës. Domethënë gradimi pritet më vonë. Jemi në fazën kur e kemi përfunduar procesin e licencimit, kemi dhënë gradat e para dhe planifikohet që në fund shtatorit, eventualisht mund të shtyhet deri në janar, që të fillojmë me vlerësimin e performancës dhe mësimdhënës atëherë kanë mundësi të avancohen në gradën e parë pas gradës mësimdhënës i licencuar me licencë karrierës. Ka kushte se jo të gjithë mësimdhënës që kanë marrë licencën e mësimdhënës karrierës mund të nënshtrohen vlerësimit performancës për me u avancu, me marrë mësimdhënës me licencë të avancu. Kur e merr licencën e avancuar, atëherë duhet me prit 5 vjet edhe mu bëhe rivlerësim i performancës, edhe nëse kemi një performancë të mirë, atëherë merr licencën e mësimdhënësit mentor dhe po ashtu me prit edhe 5 vjet tjera me u bë prapë vlerësim i performancës edhe me marrën nëse performanca e tina është e shkëlqyeshme, atëherë ka dhe disa kushte rreth trajnimeve, rreth gjanave tjera. Me një fjalë, një mësimdhënës i cili sot ka ta zëm 20 e sa 30 vjet përvojë pune, nuk ka gjasa që ta mrrinjat gradën më të lartë, sepse duhen edhe 30 vjet tjera që ai të kualifikohet, themi, ose të vlerësohet si tillë që e meriton gradën më të lartë mësimdhënësit merituar, thatë. Këto janë kriteret cilat janë marrë dhe prej përvojës ndërkombëtare. Licencimi nuk duhet me qenë një fushat edhe një formalitet se atëherë devalvon tepër keq. Licencimi edhe avancimi në karrierë e ka vlerën e vetëm atëherë kur bëhet vlerësimi performancës edhe performanca e mësimdhënësve tregon se ashtu avancu. Edhe kjo e ka anën pozitive sepse
e linë një garë mes punës edhe i motivon mësimdhënës për me punu ma tepër në nxënës. Se ka me qenën këgje sikletshme, si thuhet, që një mësimdhënës me përvoj ose pa përvoj, po që me një përvoj caktume që ka një gradë shkencore të barabartë, ka me pasën tarna më të mëdha se kolegu i tina, po ashtu me gradat njëjta shkencore. Kështu që kjo ka mi shty mësimdhënës që me të vërtet përpiqen edhe ta përmirësojnë. Unë këtu e shaf atonën pozitive shumë të madhe që ka e procesi licencimit. Thuhet që grada më të larta do sigurojnë ata mësimdhënës të cilët kanë bërë trajnime më shumë, ose kanë marrë pjesë më shumë në trajnime, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet e tjera. Mi ju thonë drejtën A është, gjatë pranimit. Përvoja në trajnime si faktori kryesor në gradim? Jo, nuk është. Mi thonë drejtën gjatë pranimit dokumenteve kemi pasë se disa mësimdhënës janë shqetësu ma tepër se po ja ofrojnë ndonjë prej atyre certifikatave që kanë marrë për trajnim sa dokumentacionin tjetër. Trajnimet ju mundsojnë t'i nënshtrohen procesit vlerësimit performancës, është e vërtet. Se duhet ketë, sidomos për mësimdhënës të ri, ata të cilë kanë mbi 15 vjet, mund t'i nënshtrohen vlerësimit performancës edhe pa pasën trajnime. Kurse këta që janë me përvoj ma pak se 15 vite, duhet keni numër caktuar të orëve të trajnimit për t'ju vlerësu performanca e tyne. Por, qëndësore është performanca që tregojnë procesin e mësimdhënës dhe mësimdhënës. Vlerësimi performancës bëhet në këtë mënyrë. 10% vlerësimit performancës ndikon me vlerësimin e vetës mësimdhënëse që e bën, plotëson një formular, edhe e poenton vetën. 30% vlerësimit performancës pikë shkojnë prej drejtorit shkollës. 30% vlerësimit performancës jep inspektorit gjatë monitorimit orës mësimore. Edhe 30% tjera mësimdhënësi është obliguar të përgatit një portfolio, një sasi të dokumenteve cilat do t'i ofroj inspeksionit, dhe pas vlerësimit performancës do t'i merë edhe 30%, dhe do të rrumbullaksohet numri pikëve dhe si pas kriterjeve do të vendoset se do të merë licencën mësimdhënësit të avancum, apo do të metet licencën që ka qenë. Nëse mësimdhënësit tregojnë performancë të mirë, avancohen. Nëse jo, është e kënaqshme performanca e tyre, mbeten licencën cilën e kanë pasë. Po nëse mësimdhënësit tregojnë performancë pa mjaftueshme, atëherë u jepet edhe 1 vjet mundësi për përmirësim, dhe duhet që bëhet vlerësimi performancës pas 1 viti, dhe nëse performanca e tyre është jo e kënaqshme, atëherë u tërhiqet licenca dhe në realitet kjo është kusht që ata du të shkojnë të ndërpritet edhe marrëdhënia e punës, se vlerësohen në farë mënyre që nuk janë kompetent në nivelin e mjaftueshëm për me ushtruhe profesionin e mësimdhënësit. Se licenca është leje për punë. Ka një keq kuptim të mësimdhënësit, ashtu edhe reagimet janë ankesat, janë përditshme thuja të la, janë brengosën se a kanë marrë licencën të mendu që kjo lidhet me vendin e punës. Në realitet, licenca është leje e punës, dhe vendin e punës ja u siguron normativi për mësimdhënie. Nëse ata janë të kvalifikuar për procesin mësimor, për landën ose për nivelin cilin e mbajnë, licenca ja u siguron vendin e punës. Po nëse ata nuk janë të kvalifikuar për landën apo për nivelin mësimor për cilin e ushtrojnë veprimtarinë e tyre, licenca nuk ju siguron vend punës. A është licenca kusht për të konkuruar në një vend pune? Është një ndërmarrje thashë e madhe që ka marrë Ministria. Do të merrshuhen mbi 20.000 licenca. Thjesht, a mund të konkurrosh në një vend pune nëse nuk je i licencuar? Tani për tani, po se nuk jemi të lëshue licenca për jo mësimdhënës pa atë cilë nuk e kanë ushtru ende, se në të ardhmen kanë me pas mundësi me konkuru për licencë
edhe mësimdhënës cilët nuk e ushtrojnë veprimtarinë e mësimdhënës, ata që janë përgatiten për mësimdhënës. Edhe ajo do të shërbej pastaj si diçka që duhet shkojnë edhe të konkurrojnë në institucionet për mësimdhënie. Pikrisht të desha t'ju pyesja, sepse ka shumë njerëz të cilët janë të kualifikuar për mësimdhënës, por aktualisht nuk e ushtrojnë këtë veprimtari. Njëri prej tyre jeni edhe ju. Ju aktualisht nuk punoni drejt për drejt në shkollë, po jeni një arsimtar që keni punuar me vite e vite, por ju nuk po licencoheni, apo jo? Edhe inspektarët, sipas ligjit tani që është për arsimin para universitar, gjithë duhet jenë licencuar. Nuk mund të jesh inspektar edhe të mos jesh i licencuar për mësimdhënës. Por procedurat për lëshimin e licencave për inspektarët ende nuk kanë fillu. Besoj që në një tarë shumë të shkurt edhe inspektarët do të marrin licenca. Se përndryshe, gjithë ata që punojnë drejt për drejt në procesin mësimor, edhe ata që e mbikëqyrin procesin mësimor duhet licencohen. Sipas ligjit edhe drejtar duhet jenë licencuar. Edhe ata që nuk marrin licenca nuk mund konkurrojnë për drejtar. Edhe në këto konkurse që po ndodhin aktualisht, është të shkue pa licenca për shkak se nuk kemi arrit që të japin gjithë mësimdhënësve licenca, përndryshe gjithë drejtarët e shkollave duhet të jenë licencuar si mësimdhënës për me mujt me ushtruar veprimtarinë. Zotë Preng, me sa shoh na ka skaduar koha e planifikuar për këtë bashkëbisedim, shkurt në qoftë se keni për thënë diçka për cilën nuk ju kam pyetur e që e shihni si të nevojshme. Po i prekëm disa nga çështjet, me thonë që janë të rëndësishme për nxënësit dhe mësimdhënësit dhe për prind. Po pasi që jemi në fund të vitit mësimor e jo shkollor, unë dëshiroj që të uroj që të kalojnë mirë, të marrin energji, edhe që ta fillojnë një vitri shkollor, që na pritin me thonën ndryshime dhe cilësore, sepse që nga shtatori vitit tashëm, Kosovë ka me fillu me u pilotu kurikula e re e Kosovës, që ka me qenë sfidë edhe për mësimdhënësit edhe për gjithë neve, sidomos për shkakun se te niveli i dytë ose prej mësimit 6-9, kemi mësimin e integruar, dhe kjo është një përvojë e re me cilën ne nuk jemi përmballë. Do të jenë të integruar me lanë shoqërore, do të jenë të integruar me lanë e shkencave natyrore, edhe kjo na krijon problem për shkak se kuadri mësimor i yni nuk është përgatitur për lanë të integruar. Ne kemi mësimdhënës për shembull për shkencat natyrore të përgatitura për matematik, fizik ose kimi, biologji, por jo që 3 lanë, edhe fizikën, edhe kimin, edhe biologjin, t'i majnë mësimdhënës edhe kështu. Por me kohën, me instruksionet që kanë marrë, se kurikuli bazë dhe kurikulet bërtham për nivelet edhe udhëzues për kurikul janë shpërndarë gjitha shkollat, edhe mësimdhënësit janë informuar me ndryshimet që parashihen ndodhin në sistemin arsimor që janë mjaft sfiduese me thonë edhe për neve edhe për mësimdhënësit. Kjo puna e kurikules me siguri përbën një temë për një bisedë të ardhshme të mundshme. Është shumë e gjatë. Ju falenderit për pjesëmarrje në këtë emision, edhe që ishit me shikuesit të televizionit Tema. Unë ju uroj shëndet dhe suksese në punën tuaj. Faleminderit. Ishte kënaqësi për mua. Faleminderit. Gjithë mirat.